Kandidati për kryetar të Tetovës nga radhët e Vlenit, Bilal Kasami, premtoi sot vazhdimin e punimeve për rregullimin e banjës së Tetovës. Ai theksoi se prioritet do të jetë ndërtimi i urës, si dhe përmirësimi i infrastrukturës së banjës në mënyrë që ajo të shfrytëzohet si një pikë rekreacioni për banorët e qytetit. Në këtë pjesë ne do të vazhdojmë investimet, sa i përket edhe urës që është është parapartë të ndërtohet aty, por edhe vazhdimin e shtegut për këmbësorët dhe për biciklistët nga banja rreth lumit, që kjo pjesë të vazhdoj të jetë në shfrytëzim dhe në shërbim të qytetarëve të Tetovës. Me këtë ne vazhdojmë të investojmë për kushte më të mira jetësore në qytet, jo vetëm duke ndërtuar rrugë, duke ndërtuar shkolla, ujë dhe kanalizim, por edhe duke krijuar hapësira të reja për ata të cilët e duan natyrën. Nga ana tjetër, kandidati i AKI-s për komunën e Tetovës, Bajram Rexhepi, aktivitetin e tij parasgjedhor e vazhdoi me qytetarët nëpër rrugët e Tetovës. Ai premtoi përmirësimin e infrastrukturës në Tetovë, por edhe zhvillim ekonomik. E keni parë edhe në prezantimet tona të mëparshme se ka qenë zhvillimi ekonomik në qendër të ofertës tonë politike për Tetovë. Ne për tetovarët garantojmë që rinia, vendet e reja të punës do jenë në qendër të programit tonë zgjedhor, zhvillimi i Kodrës së Diellit, ndërtimi i një qyteti administrativ tek kazerma aktuale ku gjendet, ndërtimi i parkut të vetëm të qytetit tonë dhe sigurisht për spari herë Tetova do ketë plan gjeneral urbanistik dhe do zhvillohet, do ndërtohet e planifikuar ashtu siç meriton kryeqendra shqiptare e Maqedonisë së Veriut. Fushata parasgjedhore për raundin e dytë të Tetovës po intensifikohet. Kandidatët e Vlenë dhe AKI zhvillojnë disa takime çdo ditë me qytetarët për të prezantuar programet e tyre parasgjedhore.